zotëria, vërtet është është në arsimume, por fakti që sot bëhet më shumë punë, ndoshta nuk është për arsye se administrata është në këtë pikë, po njerëzit, publiku dhe shoqëria janë më të informuar sot. Pra unë kam parë kur të shkon sportela nuk të shitet nga sporteli pa e marrë shërbimin, sepse e ka marrë informacionin paraprakisht. Të hap celularin direkt. Ndoshta kjo ka rritë deri diku dhe nivelin e administratës. Po, avokat? Të kishen Gjaxhi? Gjaxhi po të thotë që kjo administratë që është sot nuk e ka në plan të punës që të ketë një target të eci për parë. Ne po na fusin në BE, pse po ne po realizojmë? Ne do shkojmë në BE dhe mund të na fusin në BE. Se the një fjalë, na fusin në BE, mund të hysh në BE, po mund mos jesh akoma në gjendje të hysh në BE. Problemi është të thash dhe herë, pa pasione. Shikon se e bën punën ti me këtë vajzën. Shiko si lodhesh, si djersitesh. Po kjo s'ke parë gjë ti kur xhet kjo. Ore unë po marr shembullin, ë, si lodhet ai që për të bërë një shkollë. Ai po. Nia për të bërë punë private ose zonja. Sta fal njërin. Atëre. Shteti ta fal për shembull, ta kaluar. Pasion nuk ka. Ti thua që është një administratë pasion? Për mua një nga pikat kryesore që ka administrata sot është mungesa e pasionit. Dhe mungesa e pasionit për punë, por qa po të them, unë shkoja dikur Ministrinë të Ekonomisë, dikur. Dikujt, ishte djaliri, drejtor. Më thuajnë që kësi ishte puna ati vendimit qeverisë. Po ja, ta bisedoj me Vasor. Vasor ishte specialisti më i vjetër i privatizimeve. Vasor ishte memoria ministrisë. Vasor Panoa. E përshëndes nga... Kishe qeft bisedoj me dhe. I dinte të gjitha çka ka ndodhur. Që pas ka qenë realmet drejtori. Të gjithë ndryshimet e ligjeve. Nuk ka qenë ata, Liza, s'është e di unë, lesë e di unë. Sot, prandaj është pasione pra. Pse privati nuk kultura. Çfarë the ti? Unë kam statistikë, se ke vrarë mund të kezuar. Domethënë, mungesa e rregullave dhe barazia para tyre e bën privatin të gjejë gjithmonë mekanizma që të ruaj veten, ëh. Unë kemi rregullat më forta në Evropë për këtë punë, për çështjet e punës. Sa të vëshon paguam privati në vit. Por në qoftë një subjekt këtu ngjitur me këtë subjektin këtu ngjitur, ky e ka rregulluar me tatimet dhe ky s'paguan asgjë dhe shkon e mban. Është problemi i rregullave kjo. Sigur, po them është problemi i zbatimit. Eksakt pra. Nuk po them ligji, nuk po them mekanizmin e ligjit. Ne ligjet, ne nuk kemi probleme me ligjet. Ne ligjet e kemi të shkëlqyera. Ne kemi probleme me zbatimin e tij. Tani unë besoj që ka... se ka akoma në 2026 në biznese që nuk paguajnë tatimet. Urdhro? Nuk besoj. Emisioni është Bardhazi, po ne po e trajtojmë vetëm zi komitet. Biznese që të jenë të formalizuara, të jenë... Formalizuara që do me thënë që ka hapur nitin edhe paguan sigurime shoqërore minimale për punojnësin. Ky është formalizimi. Si minimale, ajsa janë të detyrueshme. Të detyrueshme, po. Të detyrueshme. Po, ka shumë, po them, mekanizmat të tjerë se si e kontrollon zbatimin. Për shembull, ti ke paga reference, nuk i verifikon kusht të pagat e referencës. Në qoftë se... Kishin dalë pagat e, se duhet ta them këtë, kishin dalë pagat e referencës për doktorët. Për doktorët në klinika edhe për ca specialistë të tjerë. Po, për këto. Nuk lejoj të ishte ta zëm nën poshtë një shifre. Do ta vinte... Okej. Tani, këto paga reference kanë qënë gjatë gjithë kohës për një standart të faktuarë. Tani është me ligjë. Tani, ti kur dikë e ke trajtuar me 5.000 lekë të vjetra pagën e detyrueshme të momentit, dhe në fakt pagën ai njeriu e ka pasur 1 milion lekë, jo 500.000 lekë, sot dhe dikujt ja ke toleruar, dikujt nuk ja ke toleruar, sigurisht që kjo e ka shtyrë atë privatin që të tentojë ta shkelë rregullin, se do i duhet të mbijetojnë në këtë treg. Por ti kthehemi se pyet çfarë vret pasione? Që nuk kemi kaq pasione. Po më shumë e thjesht, njerëzit thotë më gjithë modeli krimin. Pak për krimin, se krimi ka hyrë dhe në administratë, ke edhe shumë ekspertë. Ku ka hyrë krimin në administratë? Ku e ke? Ke funksion. Ej, të gjitha dashnoret e kriminit në administratë. Po janë krim ato. Ju duam edhe ne që s'ju kemi dashnore.